Se çfarë rëndësie femrat I kushtojnë paraqitjes së jashtme të tyre. Mashkulli as nuk e mban mend se çfarë ka pasur dje të veshur. Secilës grua do t'i bëjë qefi kur mashkulli t'i jepte minjoje, kompliment në llogaritë të rrobave, lukut të saj apo përgatimin në ndonjë gjelle të shishme. Përse të mos e falenderoni mundjen e saj dhe ta bëni të lumtur. Tregohuni bujar, qoftë edhe me gjëra të vogla. Çdo gjë që u falni atyre ju ngrej në një nivel më të lartë. Jeni të ndershëm, në një familje të qëndrueshme anëtarët thonë atë që kanë në mend dhe mendojnë atë që thonë. Ata nuk gënjejnë kurrë. Asgjë më shumë se dëmton një lidhje sesa pandërshmëria dhe gënjeshtrat që I konsiderojmë të vogla. Por mos e vendosni veten në situata që ju decyrojnë të gënjeni. Marrëdhënia ngrihet me mirëbesim, një herë të thyet e bën shumë të vështirë ndërtimin. Mbajini premtimet dhe bëhuni besueshëm me ato që thoni. Shumë çifte do të ishin të lumtur nëse do të donin një gjë të tillë. Do të duhej vetëm pak vullnet të mirë. Edhe njohës të fushës së psikologjisë ka mendime të ndryshme për jetën bashkëtorë. Ndër të tjerat, profesor Isa Paqi dha disa këshilla për martesën. Lidhjet martesore tek ne janë ka bëhen më shumë në një farforme spontane se sa në mënyrë të organizuar. Kur e them në mënyrë të organizuar, lidhjet martesore kërkojnë spaku t'i plotësojnë 3 faktorë të domosdoshëm për të pas një martesë të lumtur. Faktori I pjekurisë biologjike, që konsideron deri në moshën 18 vjeçare s'duhet as të diskutohet për një martesë. Mund të bëhet martesa, por s'do të jetë e përgatitur për të pas një jetë lumtur, për të kriju pasardhës në nivel duhur. Përpos faktorit biologjik, që është e domosdoshme të ketë një pjekuri trupore, biologjike individi, mashkull apo femër, duhet edhe të jetë I plotësuar edhe faktori psikologjik. Individi duhet të jetë I pjekur emocionalisht, psikikisht dhe mos ta trondisin cikrimet më të vogla të mosmarrëveshjeve mes dy partnerëve. Edhe kjo moshë konsiderohet që mbi moshën 18-20 fillon ta merr stabilitetin e vet, jo të dominojnë emocionet, por fillon të prij arsyeja. Përpos këtyre 2 faktorëve, faktori vendimtar për një jetë të lumtur është edhe faktori ekonomik. 2 bashkëshortë, nëse nuk e kanë siguru bazën ekonomike, nëse nuk kanë siguru vendet punës, unë nuk e di ku e mbështesin lumturinë në bashkëshortësi. Do thotë faktori ekonomik është vendimtar dhe luan një rol parësor për të pas një jetë të lumtur bashkëshortore. Fatkeqësisht, nëse guxoj të shprehem kështu, pak shumë po respektohen këta 3 faktorë. Sot është bërë lidhja martesore apo lidhja e partnerëve mes veti më shumë në mënyrë spontane, më shumë në mënyrë pornografike apo nga pamjet të jashtme se sa të përcillet partneri dhe të njihet në mënyrë racionale se sa është I pjekur fizikisht, sa është I pjekur emocionalisht e psikikisht dhe sa është I përgatitur ekonomikisht. Po respektuan këta 3 faktorë, me do mos rezulton një jetë e lumtur bashkëtorë. Sa më pak që respektohen këta 3 faktorë, edhe nëse shtyhet jeta bashkëtorë për një vit 2 është e pamundshme pa pas plasaritje pas këtyre viteve. Sepse jeta bashkëtorë nuk kërkon më vetëm romantizëm dashurie, por kërkon një paraprëgatitje ekonomike, sociale, psikologjike, biologjike për mju qas rritjes dhe edukimit të fëmijëve tanë, që I dojnë më shumë se vetveten. Një nonë e cila nuk I ka përjetu këta 3 faktorë si dispozicion për veti, do t'jetë një nonë jo fort nonë e mrekullueshme për me rritë fëmijët të tyre, apo një babë në jetës. Kur bëhet kjo, atëherë ka dhe stabilitet në jetën bashkëtorë. Në mungesë këtyre faktorëve, pak apo as pak ka stabilitet bashkëtorë. Fatkeqësisht divorci sot është ka vjen ka shumohet dita ditës në jetën bashkëtorë tek ne. Pse? I cekën faktorët e mëparshëm. Nëse këta 3 faktorë mungojnë kur bëhet një lidhje martesore, atëherë dihet që divorci është prapaderës.
apo në rri ofër, në rri gati se kur me dalë në skenë divorci. Pse bëhet kjo? Partnerët janë mësu vetëm me një afëri romantike në mes veti, jo me një afëri që ka për plot obligime në mes dy bashkëshortëve. Si dy bashkëshortë, po dhe si dy prindtarshëm, po dhe si dy shtëpiaktarshëm. Nuk shkon jeta familjare si që ka shku jeta e dy partnerëve, duke i dhënë fjalë të mëdha njëri tjetrit, e duke mos marrë përgjegjësi as pak për njëri tjetrin. Me rrit dhe me eduku fëmijë të mirë. Me rrit dhe me eduku fëmijë të mirë e të shëndetshëm, nuk shkon vetëm të dua dhe me dush, po duhet mu para përgatit dhe me pas një informacion të mjaftueshëm, me ditë si me rrit fëmijën tonë, me ditë çka i duhet fëmijët, dhe mu angazhu me u qas drejt për drejt, me a kushtu fëmijët ato që i duhen për një jetë lumtur. Shkaktarët e divorcit janë të shumtë. Unë pinumroj disa që tashmë dhe syni thjesht i kupton. Divorci mund të ndodhë për shkak të mos mirë kuptimit mes dy partnerëve, për shkak të derigjimit të njëri tjetrit. Nuk përcillet kodi jetësor i partnerit me kodin jetësor personal të partnerit tjetër. Ne, për të pas jetë lumtur, dy partnerët duhet mos më ndërhy vend pa vend në kodin jetësor të partnerit vetë. Duhet mi dhënë një fush, një teren, një hapësinë, ta jetoja jetën e vetë, kodin e vetë jetësor, por gjithnjë duke u harmonizu qëndrimet, pikpamjet, sjelljet dhe veprimet e njëri tjetrit në dobi të unitetit të dashurisë dhe bashkëtorësisë. Nëse këtu zgjehet një gjuhë përbashkët, divorci është i domosdoshëm. Ose duhet të qojnë një jetë plot tortura, plot dhunime, plot kërcënime. Njëra ka më në ndodhë, nëse dojnë për hire, mos fletë rrethi, mos flasin familjarët, mos krijojnë një incident familjar, për unë gjikryt. Po ka atëre tortura, ka fyrje, ka sharje, ka dhunime, ka kërcënime, ka fyrje, lloj probleme që e bojnë një jetë plot vujtje, plot halle, plot mos dërushmëri. Ky është njëri prej faktorëve. Faktori tjetër, baza ekonomike, është shkaktari vendimtar në Kosovë që shkakton divorcet. Një bazë ulët ekonomike, mos punësimi dy partnerëve, apo mos ngritja intelektuale në mënyrë të barabartë në mes partnerëve, minse spritet më kriju një divorc. Pse? Sepse aty krijohen konfrontime, duke e hull fajin njëri tek tjetri. Do të thotë, s'po mund punësohem se s'kemi mujt me hec, apo s'ki mujt me hec, ja bon partneri, s'ki mujt me hec me kohën. S'ki mujt mu përgatit si duhet me pas sot një punësim, me pas tyra, me pas tarënë familjare dhe me kriju një jetë komode bashkëtorë dhe familjare. Edhe këto zonkan me zveti qojnë tek divorcet. Partnerët sot nuk e kanë një lidhje të fortë, të sinqertë me zveti, por e ka një lidhje më shumë biznesore se sa shpirtnore, emocionale. Dhe prapa shpinës punohet keq për partnerin tjetër. Apo tradhtohet apo shkelet besa e dhënë mes dy partnerëve kur janë dashuruar mes veti. Nëse edhe me këtë lojë luhet dhe dihet mo të ne që shkojnë thashë themet e vlojnë, kene s'ken të vërteta, edhe këto shkaktojnë divorcin. Pastaj divorc mund të ketë mos frytshmëria në pleshmëri të në një bashkëshort nuk mund të jetë i frytshëm me pas fëmijë. Për të pas një martesë të lumtur, në radhë parë njeriu duhet të qenë shumë racional, shumë i logjik shumë. Kur thom njeriu, nën kuptohet dy partnerët. Nëse nuk janë gatë shumë shpirtnisht dhe fizikisht me sakrifiku për njëri tjetrin, do të thot pritën të papritura në jetën bashkëtorë. Kush don mos me pas hidhrime, probleme, kokçarje, duhet ketë mirë kuptim në çdo kënd vështrim me partnerin. Duhet të konsultohen mes veti pa marrë parasysh në cilat vështirësi ekonomike,
emocionale, shpirtnore, jetojnë për një kohë caktuar, ata duhet gjejnë gjithsesi një mirë kuptim mes vetes, sepse rruga më e mirë, më shëndetshme shpirtnore, më njerëzore, më humane është kur ka kuptim mes veti. Mirë kuptim mes veti. Kur e them mirë kuptim, nuk është vetëm t'jemi plot gojën në teori, e praktikisht mos jemi në gjendje t'i afrojmë partnerit asgjë. Sot, kryesisht moshkulli ka dëshirë të dominoj dhe të urdhnoj edhe të kërkoj pi partnerit komoditet. Gjë që i ka kalu koha këtij komoditetit. Sot nuk kërkohet vetëm nga njëra palë ti krijohet komoditeti palës tjetër, por për të pas komoditet të dyanshëm bashkëtorë, duhet të dytë kontribojnë me krijuat komoditet. Të nis prej kuzhinës aty, prej fshisës, prej punëve më të lehta, duhet mu angazhu në mënyrë të përbashkët për t'i dhënë hapësirë dhe kohë edhe partneri tjetër të merret si intelektual. Jo me ngrit gishtin njëri ndaj tjetrit, bëne këtë, duhet kjo, pse se bëne, duhet me bë, do ta bësh, këto tash janë të tejkalueshme. Kush don me pas një jetë qetë familjare, bashkëtorë, kush don me rrit fëmijë të shëndetshëm, pa trauma psikike, këto komonda, këto kërkesa fikse duhet mi harru sa më parë. Dhe me vetë kontribut, me shembullin e tij, me angazhimin e tij, ta detyroj partnerin tjetër me mirësjellje edhe ai ta imitoj po ashtu partnerin e vet. Nëse arrihet kjo, ky angazhim i përbashkët, nuk di që mund të ketë ndonjë faktor tjetër se mund ta lohat këtë lumturinë mes dy bashkëtorëve. Kjo është e domosdoshme ta bëjmë. Ka raste kur partneri mund pësoj në i problem shëndetësor. Partneri tjetër e ka me borxh moral, njerëzor, human, fetar ta quajmë, ta bëj të pamundshmen, ta eliminoj atë defekt në shëndet, qoftë atë psikik, qoftë në atë fizik, ta bëj të pamundshmen, ta rikthej në gjendjen e natyrshme partnerin. Kur e bën këtë njëri partneri tjetër praktikisht e shet që po duka me u bë e pamundshme për partnerin e vet. Dhe është e gatshme ta bëj, se e ka bën partneri më parë. Nëse dhe kjo dukuri bëhet rrafsh dhe e kuptojnë dy partë se është përgjegjësia e përbashkët, pa marrë parasysh se çfarë ndodh në jetën bashkëtorë, atëherë partnerët nuk presin me ngrit gishtin, me bë kërkesa, po qohen vetë, i kryjnë detyrat dhe obligimet pa sa muajnë edhe sa u takon. Vetë partneri tjetër të një thotë mjaft, tash unë do ta vazhdoj. Sa jetë e lumtur do t'ishte për pasardhësit e tyre nëse e shohin këtë unitet, këtë mirëkuptim, këtë bashkëpunim mes dy prindërve, që fëmija prindërit i dojnë më shumë se çdo kënd botë, sepse janë të varur prej tyne, sepse presin çdo lumturi nga goja tyne, nga shiqimi i këndshëm i tyne, nga përgdhelja tyne, nga angazhimi i tyne. Këtë angazhim s'mund ta bëjnë nivel dur nëse s'kan një gjuhë përbashkët dy bashkëshortët. Nëse kanë gjuhë përbashkët, dihet se çfarë jetë e lumtur krijohet në atë familje. Ne fatkeqësisht, vetëm që nuk dojmë, edhe egon e kem pak si tegër, se s'besoj që nuk e din se cili partner se me çka mund të afroj të ajosh partnerin e vetë me botë pamundshme për te. Se cili e din. Por jemi pagës egoist, egoizmin s'kemi mujt të socializojmë që me shkri egoizmin tonë personal edhe në egoizmin e partnerit. Sekreti për një marrëdhënie normale, serioze, duhet jetë serioziteti, nivel, tradhia, mos të ekzistojë të asnjërin unë, as të partnerët, as të mashkulli, as të femna. Kështu që
për të vazhduar jetë normale, jetë stabile, jetë të kënaqshme, duhet të ekzistojë serioziteti, sinceriteti, besnikëria të jetë nivel ndaj njëri tjetrit. Besnikëria reciproke në mes partnerëve. Ndarjet janë tragedi e kombit, ashtu unë do ta quaja, sepse shumë të ri, sidomos të ri të punësuar botën e jashtme, me siguri martohen në botën e jashtme, por e trajtojnë edhe familjen, edhe veten, edhe dikon, për të pas edhe një kur të vjen me vite, valla, mos nuk mund të vazhdojmë. Kjo është një kështu do të mund të quajë, nëse mund të quajë një tragedi e kombit, edhe një tragedi e fortë që nuk guxon të ekzistojë te shqiptarët, kur e dim sa kohë kemi vujt në presionit të huajve, ajo nuk guxon të lejohet tradhia mes partnerëve të familjes. Po, për një martesë suksesshme, unë mendoj se jashtë asaj që e tha ky zotëria këtu, duhet të jetë sinqeriteti në radhë parë, një, edhe dyta pjekuria, se po mos të jetë pjekuria nivelit dur si nga ana e bashkëshortit, po edhe nga ana e bashkëshortit për shembull, atëherë aty ajo ka me qenë një bashkëshortësi jo lakmueshme. Dhe mund vjen deri te ndarja, deri te përplasje të ndryshme me vujt fëmijët, nëse eventualisht mund kenë edhe fëmijë. Prandaj këto sende nuk janë të mira për shqiptarët. Edhe kish me qenë mirë që vjedësohet ky popull, edhe janë zë për të madhe njerëzve të cilët për shembull ka mjaft femra shqiptare, ka mjaft djemë shqiptarë të mirë, shkojnë në martesat të kombinume, zëzume me një fjalë, kjo nuk është e mirë. Kjo nuk qënë në një rrugtim mirë fill. Që tradita shqiptare nuk i lejon këto. Nuk është e mirë kjo. Pare. Kjo është, mos me lakmun të tjerët, kur duhet kemi lakmin vetë. Na jemi racë e pastër shqiptare, edhe duhet ta japim kontributin maksimum që send shkojnë përfit.